Të gjitha fluturimet të drejtë dhe nga aeroportet e Greqisë do të anullohen më data 9 prill për shkak të një greve të përgjithshme 24 orëshe të shpallur nga shërbimi civil grek. Autoriteti i Aviacionit Civil shqiptar njoftoi këtë të njëjtë se situata ka prekur të gjitha operacionet ajrore me destinacion ose origjinë në territorin grek, përfshirë edhe ato që ndërlidhen me Shqipërinë. Për shkak të grevës 24 orëshe të shërbimit civil në Greqi, të gjitha fluturimet drejt dhe nga aeroportet greke për datën 9 prill janë anulluar, thuhet në një deklaratë zyrtare të Autoritetit të Aviacionit Civil. Ky zhvillim ka shkaktuar pasiguri dhe shqetësim tek udhëtarët që kishin planifikuar të udhëtonin në ose nga Greqia atë ditë, veçanërisht në prag të festave të Pashkës Ortodokse që festohet gjerësisht në rajon. Greva e shpallur nga punojësit e shërbimit civil në Greqi është pjesë e një proteste më të gjerë kundër reformave të fundit në administratën publike dhe politikave të qeverisë greke, të cilat sindikatat i cilësojnë si të padrejta dhe të dëmshme për të drejtat e punëtorëve. Greva përfshin kontrollet e trafikut ajror, punojësit e sigurisë dhe personelin administrativ të aeroportit, çka e bën të pamundur funksionimin normal të shërbimeve aeroportuale. Autoriteti shqiptar i aviacionit civil u bën thirrje të gjithë pasagjerëve të prekur që të kontaktojnë menjëherë me kompanitë ajrore përkatëse për të marrë informacion të detajuar mbi situatën, opsionet për riplanifikim të udhëtimeve apo rimbursim të biletave. Autoriteti këshillon të gjithë pasagjerët që të kontaktojnë kompanitë ajrore përkatëse për më shumë informacion, përfundon njoftimi. Ndërkohë nuk dihet ende nëse kjo grevë do të pasohet nga masat të tjera të ngjashme në ditët në vijim, çka mund të përkeqësonte më tej situatën e udhëtimit në rajon. Pasagjerët këshillohen të ndjekin përditësimet nga kompanitë ajrore, si dhe të monitorojnë njoftimet nga autoritetet përkatëse për çdo ndryshim të mëtejshëm në oraret apo statusin e fluturimit. Kjo nuk është hera e parë që Greqia përballet me grema të kësaj natyre, por ndikimi në transportin ajror betet gjithmonë ndër më të ndjeshmit për shkak të ndikimit zinxhir në udhëtimet ndërkombëtare. Udhëtarët që kanë ndalesa tranzit në aeroportet greke gjithashtu mund të preken nga anullimet. Në rast të grevave të zgjatura, ekspertët këshillojnë udhëtarët të shqyrtojnë alternativa të tjera udhëtimi, përfshirë rrugët toksore ose destinacione të afërta që nuk preken nga situata në vijim.